Namazi i akşamit, sekreti biologjik që po e sfidon neurologjin. Koha e akşamit është bërë objekt studimi i shumë neurologëve dhe kanë ardhur në përfundim se koha pas perëndimit të diellit është momenti kur truri kalon nga aktiviteti i ditës në gjendjen e qetësisë. Falja në këtë kohë ndihmon në harmonizimin e hemisferave të trurit, e cila është thelbësore për balancimin emocional dhe qartësinë mendore, sepse truni është më pranues për sinjale shpirtërore dhe emocionet e brendshme. Në momentin e akşamit, drita fillon të zbehet, çka e sinjalizon trurin për të reduktuar serotoninën, hormonin e aktivitetit, dhe për të rritur melatoninën, hormonin e gjumit. Nëse njeriu falet në këtë moment, ai stabilizon këtë tranzicion hormonal, duke përgatitur trupin për një gjumë të qetë dhe shëndet më të mirë mendor. Efekti anti-ankth në momentin kur trupi shkon në sejdë, zemra është fizikisht mbi kokën, gjë që rrit furnizimin me oksigjen në tru dhe stimulon sistemin që qetëson automatikisht trurin dhe mendjen. Sipas një studimi të publikuar në Journal of Clinical Psychology, 90 sekonda në pozicion sejdëje sjellin ulje të dukshme të rrahjeve të zemrës dhe hormonit të stresit kortizolit. Është një pozicion biologjik i koduar për ulje dhe rikthim në qendër, që s'mund ta zaventësoj asnjë teknikë moderne relaksimi. Dhe në fund mbetet e qartë një gjë: namazi nuk është vetëm një akt adhurimi, por është një teknikë hyjnore, një mrekulli e gjallë. Nuk matet, nuk krahasohet e as nuk zëvendësohet. Namazi është ai momenti ku edhe shkenca ndalet.